Unë jam Aura Dibra. Kini kujdes kur fitni me gazetaren Odeta Dume, sepse para disa muajve unë i pata kërkuar të më ndihmonte të gjeja personin që mi ka dërguar vajzës fotomontazhe porno të mia me një person që unë nuk e njoh, as nuk e kam takuar asnjëherë në jetën time. Emisioni që ka dalë në kanalin e zonjës Odeta Dume në YouTube ka qenë regjistruar pa djenin time. Unë mendoja se ajo bisedë do t'i paraprinte një emisionit që do të bëhesh në Tiranë, në studiot e Report TV. Sepse këtë i pata kërkuar unë, sepse mendoja që ashtu quajtura zonjë jetonte në Shqipëri. Por ajo e ka publikuar në kanalin e saj në YouTube, edhe sot e kësaj ditet, ajo përdor atë intervistë me titull nga më skandalozët. Dhe kjo për mua shumë e rëndë.